Të dhënat e reja të OECD tregojnë një ndek në zgjerim midis rritjes ekonomike dhe prosperitetit të familjeve me Greqinë dhe Austrinë që kanë pasur rënjet më të mpreta të ardhurave reale. Të ardhurat reale të familjeve përfrymë në vendet e OECD u rritën me 0.2% në tremujorin e parë të këtij viti, duke u ngadalësuar nga rritja prej 0.6% e regjistruar në tremujorin e 4 2025. Gjatë së njëjtës periudhë, prodhimi i brendshëm real përfrymë u rrit me 0.3%, ndërsa rritja e prodhimit të brendshëm bruto ka ndryshimet në aktivitetin e përgjithshëm ekonomik. Rritja të ardhurave familjare pasqyron ndryshimet në të ardhurat që familjet marrin. Nga 21 vendet për të cilët ka të dhëna, 13 prej tyre regjistruan një rritje të ardhurave reale të familjeve përfrymë, ndërsa 8 të tjerat regjistruan rënje. Midis ekonomive të gështatës, të ardhurat reale të familjeve përfrymë u rritën me 0.2% në tremujorin e parë të vitit 2026. Megjithëse zhvillimet ndryshonin nga një vend në tjetrin. Në Itali, të ardhurat reale të familjeve përfrymë u rikthyen pas një rënje prej 0.9% në tremujorin e 4 2025, duke u rritur me 0.8% në tremujorin e parë të këtij viti. Rimëkëmbja u nxit kryesisht nga kompensimi më i lartë i punonjësve i lidhur me një rënje të lehtë të shkallës së papunësisë, e cila kompensoi një rënje të përfitimeve sociale. Në të kundërt, rënjet më të mpreta në tremujorin e parë të vitit 2026 u regjistruar në Greqi dhe Austri, ku të ardhurat reale të familjeve përfrymë u tkurrën për shkak të rënjes së të ardhurave neto nga prona dhe përfitimet sociale, duke rënë përkatësisht me 3.6 dhe 2.8%. Të ardhurat reale të disponueshme përfrymë të familjeve në Greqi ranë me 3.6% krahasuar me tremujorin e mëparshëm, rënja më e madhe midis vendeve të OECD. Rënja është kryesisht për shkak të dy faktorëve: një ulje të ardhurave neto nga prona, siç janë interesat, dividendët dhe të ardhurat nga investimet, si dhe një ulje përfitimeve sociale neto për familjet.